nuk mendoj se ky është realiteti, unë mendoj se kosovarët e kanë shumë të qartë se kë kanë përballë dhe e di që janë të përgatitur për çdo lloj situate. Mos harrojmë që ekziston një mision i NATO-s në Kosovë. Dhe NATO e ka bërë të qartë edhe gjatë viteve 90, pasi bombardoi Beogradin, që ka një kufi, ju deri këtu mund të arrini deri nga këtej e tutje, domethënë nuk kaloni dot. Madje Miloševići ka qenë kreri i parë i një shteti që ka përfunduar në një gjykatë ndërkombëtare për krimet e lënda lufte. Njeriu i parë pas gjithë atij shekulli dhune që ka ndodhur, që ka përjetuar Europa. Megjithatë, unë mendoj që atëherë ka disa deklarata që bëhen që kanë një qëllim tjetër. Edhe jo për t'i dhënë të drejtë, për t'i dhënë dikujt të drejtë për të thënë që dikush tjetër e ka gabim. Por sepse diplomacia i ka këto. Domethënë nuk mund t'i shmangësh. Megjithatë, jo, unë rregull, unë kam mirë kuptim. Unë si Bleon, për mua është e thjeshtë, se unë jam i ulur këtu në Berlin, e kem parasysh familjen e kam në Beratën, në Tiranë, unë jam në rregull. Po duhet të kuptojnë faktin që kur një nën, si e foto që bën xhiron e Twitterit para ca ditë, domethënë që i janë vrarë të 4 djemtë dhe burri vet, edhe ka tavolinën bosh. Ajo nënë kishte vështirë ti thuash asaj nënë, shikon nënë, po kështu e ka diplomacia, domethënë. Unë nuk do atëherë, unë nuk është se po edhe as unë doja thoja një gjë të tillë një nënë. Jo, pikërisht, ne thjesht po u lumtojmë, domethënë, po mundohemi të themi ca gjëra që janë të vështira për të thënë. Bu. CHI podcast.